Mos e bëj këtë nëse ke dhimbje të qafës. Pra, lëvizje të shpeshta dhe të pakontrolluara të qafës, majtas djathtas në mënyrë shumë të shpejtë, jo vetëm që nuk përmirëson gjendjen tuaj, por madje ajo mund ta përkeqësojë duke shkaktuar ngarkesa të mëdha muskulare, madje edhe irritim nervor, duke ndikuar kështu në mpirje të regioneve të ndryshme të qafës dhe të krahëve të tuaj. Ajo që mund të bëni është mund të qëndroni ulur dhe të vendosni dorën tuaj tek balli dhe me kokën tuaj e shtyni përpas postuar kokën. Pra, është kjo, të shikoni ngarkesën ose aktivizimin e muskujve të qafës, do e mbani 10 sekonda dhe më pas relaksoheni. E njëjta gjë me dorën pas tek koka, djathtas dhe më pas majtas. Ajo që është shumë e rëndësishme, shtytja ose presioni që mbani duhet të jetë 10 sekonda dhe më pas relaksoni për 10 sekonda. Për secilën lëvizje do ta përsërisni 10 herë për secilën anë. Është shumë e rëndësishme sepse kjo mënyrë jo vetëm që nuk shkakton ngarkesa muskulare, por mandej ajo mund të forcojë muskujt dhe nuk shkakton irritime nervore. Ndaj, shpëtoje qafën tënde me këto ushtrime të lehta. Për më shumë informacione dhe për më shumë ushtrime dhe këshilla fizioterapeutike, mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale.